Si ndikojnë botë kuptimet në jetën tonë, po I përmenëm disa raste botë kuptimet shumëta që secili prej neve dim vetëm, po I përmeni ato gabum nështa, edhe ato të saktin, edhe secili ka pak një spjegim edhe pak ma shumë imagjinat, secili të lete imagjinan se ku është dallimi mes tyne. Botë kuptim, pja nisi me të parën, ai I cili beson Allahun ose Zotin vetëm si ide. Dikush e beson Zotin vetëm si ide, është një zot që atje dikon e besoj Zotin. A mu thëtë unë se ndjek asë një fej. Çka I bjen kja? Unë e besoj një zot që ekziston, po ai më na urdhrua ça më mësu ça më bë, ja. Nuk I nënshtruana, me besoj që ekziston, po me nënshtru si nënshtruana. Nashta edhe dikush e ka Zotin për çat kam nevojë, ju lutna kur kam nevojë, ama unë kam drejt me I bë kërkesa Zotit, kur të kam nevojë diçka o Zot, plotsa ma këto, ndihmon këto, ama Zoti më kërku diçka për me, ja, as që më atë punë, se Zoti kërkon diçka për neve, na për tina po ai për neve, ai s'na urdhon kurrë. Veç e beson si ide, jo si qenje, që me jetu me atë Zot, po Zoti ka atje punë të veta në tonat, edhe Zoti neve s'na thot sen. E që sigurisht, që është gabim, u përmen edhe ma heret, që mos po meneni ju kena kriju këtë, edhe Allahu Zellishanu thot, Lahul khalqu wal amr. Ati ta kanë krijimi edhe ati ta kanë urdhërimi. Tash para menoni dikush që e ka këtë koncept edhe dikush që e ka to. Dikush që menon veç në Zot I ka punë të veta, dhe dikush që thot ka dole, çaj që na ka kriju, ai e ka qitë edhe katalogun. Ai edhe urdhëron se çka me bë. Na, sigurisht jeta e tyne, mënyra që jetojnë jetën dallon shumë për shkak koncepteve ose botë kuptime ndryshme që I kanë.